Okej, erdhëm, u rikthyem dhe siç e thamë, këto luhatjet e temperaturave që kemi këtë sezon, virozat fillojnë edhe shtohen edhe arrin pikun e tyre. Jo vetëm tek të rriturit, por edhe tek fëmijët që janë ata më të brishtët, që duan kujdesin më të veçantë. Fluksi i vizitave në pediatri sa vjen edhe shtohet, ka ato piket edhe uljet e veta, por është shumë e rëndësishme që e gjitha kjo të rregullohet edhe të përshtatet në kushtet e shtëpisë përpara se të shkosh tek mjeku për të shmangur edhe fluksin. Ka shumë teknika që prindrit mund ta menaxhojnë edhe temperaturën e lartë, edhe gripin, edhe virozat në kushtet e shtëpisë, por diferencën se kur trajtohet në kushte shtëpie dhe kur duhet me njëherë ndihma e mjekut, e bëjnë vetëm mjekët. Dhe kemi doktoresh Loreta Gjoni në studio, pediatre. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Kemi në studio. Shumë faleminderit. Kënaqësia jona. Si është situata me bebat këtë periudhë? A është ky fluksi i virozave apo kemi një rënje të pikut? Si në të gjithë montën e vetë, duke ditur që viruset janë gjithësinore, pra ne përgjatë 4 sinëve të vitit jemi të ekspozuar ndaj viruseve, pa diskutim që edhe bebet, edhe fëmijët e grupmoshave pak më të rritur se 2 vjeç, se pediatri trajton nga 0 deri në 14 vjeç fëmijët e kësaj grupmoshe, e përndan kujdesin e tij shëndetësor, janë të ekspozuar duke qenë se janë organizma të brishtësuar në pikpamjen e mbrojtjes organizmike. Në këto kushte bien në kontakt, por edhe të rriturit, organizmi adult pa diskutim, po organizmat pediatrik janë shumë herë më të ekspozuar ndaj sulmit të këtyre viruseve. Cilat janë viruset që virozat saktë që kapin në këtë periudhë? A i ngatrojmë her pas here mbas me alergjit? Po, shumë pyetje e bukur. Virozat më të shpeshta, të cilat dominojnë përgjatë stinës, është rinovirusi, adenovirusi, virusi respirator sincicial, është SARS-CoV-2, i cili është një realitet, pra pandemia, është një realitet i cili është një virus që modifikohet genetikisht stinë pas stine, sillet në një variant të ri, dhe tani më ai është bërë pjesë e tereneve virale ekspozuese, me të cilat ne zhvillojmë jetesën tonë sociale. Është kthyer në një grip të zakonshëm. Është kthyer në një grip të zakonshëm, pa rrezikshmërinë e dikurshme dhe përjetimet e ndjeshme psikosociale që në për cilat ne kaluam. Po kjo ndodh sepse përshtatet fiziku me virusin apo se virusi është dobësuar e humbet potencën e tij. E humb potencën duke qenë se u ekspozua, apo ndodhi ai që ne i quajtëm imunizimi i tufës, dhe tani normalisht organizmi ra në kontakt me atë virus, krijoi antitrupat e vet, dhe duke qenë se u krijuan antitrupat, pa diskutim që u zhvillua edhe imuniteti natyror në pikpamjen e imunizimit të tufës dhe e humbi potencën. Ndër virozat që përqarkullojnë tani, cilat janë ato që kanë simptomat më të dukshme dhe më të fortat e fëmijët? Pa diskutim që rinoviruset janë dhe adenoviruset janë dominante, duke qenë se pra viruset e undëve të zëna, të fytit, problematikat me fytin, me undën, me kollën, të me thënë janë më dominantet tek fëmijët. Pa diskutim që edhe me ato që ne i quajmë gryk, apo bajamet e shelbëzuar, ato nsiliti purulent, është një virus i cili, apo edhe bakter, sepse tonsiliti purulent zakonisht është bakter, se duhet të dim diçka që viruset në më të shumtën e tyre komplikohen edhe me prekjen e tyre, apo edhe me patogjenët e tyre bakterial, duke qenë se kompromentohen dhe ulen rezistencat imunologjike, dhe kjo e fundit, ky lloj mekanizmi bën që të brishtësohet mbrojtja apo rezistenca e imunitetit dhe të ftohen edhe krahas viruseve, të ftohet, të krijohet teren në organizëm edhe për pranin e baktereve, dhe pastaj nuk jemi më në gjendje virale, po pastaj jemi në gjendje infeksioze të komplikuar në momentin që vendoset në skenën e organizmit, instalohet aty me gjithë simptomatologjinë e vet edhe një patogjen bakterial. Loreta, sa të rrezikuar janë fëmijët të cilët ende nuk i kanë bërë vaksinat, ato që ndihmojnë më shumë sa i përket edhe imunitetit, pra janë këto vaksinat e fundit që bën afër moshës 1 vjeç, 2 vjeç, më duket mos gaboj. Po. Sa preken këta fëmijët nëse nuk i kanë bërë ende? Kanë rrezikshmëri më të lartë?
Pa diskutim që vaksinimi është një ndër proceset më të rëndësishme, sidomos për gjatë 2 viteve të para të jetës së fëmijës, por jo vetëm. Deri në moshën 18 vjeç duhen kryer vaksinat sipas vaksinat e parashikuara sipas rendit të kalendarit vaksinik. Seria e imunizimeve është e rëndësishme pasi bën të mundur që fëmia të bjeri në kontakt të stimuluar me një virus apo me një bakter të saktuar dhe të krijojë atë që ne e përmendëm në bizet pak më para, të krijojë imunitetin e tij natyror. Në momentin që ai të bjeri në kontakt me virusin nëpërmjet një transmetimi që është në pikpamjen, sepse viruset dhe bakteret duke qenë infeksione, po spektri infeksioz është shumë i gjerë se kaq, se janë infeksionet parazitare, janë infeksionet bakteriale, janë infeksionet kërpudhore etj. Po flasim për zakonisht unë kur referoj për virus, kur referoj për infeksionet, marr vetëm këto 2 grupet kryesore, le të themi më të shpeshta, që janë më të shpeshta tek fëmijët dhe këtë kam gjithmonë në paraparjen time të informacionit. Çfarë do të kenë parasysh prindërit para se të nisi, le të themi, stina e viruseve? Megjithëse e tham që nuk ka një stinë të përcaktuar. Nuk e parandalon dot. Po kjo periudha e pranverës tani që vinë viroza të reja. Duke qenë se fëmijët, po referojmë gjithmonë gruponshën pediatrike, duke qenë se janë të mbyllur, pra janë antarë të ambjenteve komunitare, qertë dhe kopshte shkolla, dhe mundësia për transmetim të këtyre infeksioneve është më e shtuar, dhe duke qenë se ata në pikpamjen e edukimit intelektosocial janë në fazat e hershme, janë në fazat primitive të këtyre sjelljeve, dhe nuk e kanë të mirëformuar konceptin e distancimit social, apo nuk e kanë të mirëformuar konceptin e higjienës së nevojitur, larjes së shpesh të duarve, mos futjes gishtave në undë apo në gojë, që është një veprim shumë i shpesh, që është edhe njëkohësisht një shenjë e zhvillimit psikomotorik të fëmijës, që tregon që ky fëmijë ka një zhvillim psikomotorik të admiruar dhe është edhe një prelud për zhvillimin e tij. Kështu që nuk i ruan dot, po paktën mund t'i menaxhosh momentet e para. Mund t'i menaxhosh në momentet e para dhe mirë është që të bie në kontakt. Unë ju them edhe prindërve të pacientëve të të vegjël, duke qenë se pa diskutim që edhe jeta e zhvilluar intelektosociale e shumë prej prindërve, po edhe në tërësi si shoqëri, sjell që edhe kujdesi nga ana e prindërve të jetë i shtuar. Dhe normalisht sepse është rritur ndërgjegjësimi për kujdesin ndaj fëmijëve. Dhe për në të parën simptom, prindrit paraqiten pranë urgjencave pediatrike, sepse pa diskutim që ata janë të trembur dhe të alarmuar, se fëmijët janë gjëja jo më e rëndësishme, por që nuk duhet edhe të alarmohen shumë, sepse normalisht fëmia mirë është që t'i kaloj që të gjitha këto infeksione. Prindrit alarmohen kryesisht nga temperatura e lartë, kur ajo vazhdon. Pra, a mund të menaxhohet në shtëpi dhe deri në çfarë grade mund të menaxhohet në 3 shtëpi? deri në 5 ditë është ajo që ne i quajmë toleranca virale, gjë që do të thotë që prindi nuk duhet të alarmohet nëse një temperaturë është një temperaturë e cila vazhdon deri në 5 ditë. Në momentin që kjo temperaturë vazhdon pas 5 ditëve dhe simptomatologjia jo, nuk ka të bëjë sa e lartë, sepse normalisht që varet nga organizmi, po varet se për shembull një temperaturë e lartë tregon që një proces inflamator është duke u zhvilluar në rrugët e sipërme. Po marr një shembull, po jo në të zakonten, domethënë jo pa rast përjashtimor, më kupton, jo gjithmonë. Kështu që tregon që një proces inflamator, një temperaturë e lartë në trupin e fëmijës, tregon që një proces inflamator është i zhvilluar në rrugët e sipërme të frymës. Një tonsilit akut, një faringit akut, një rinofaringit, pa diskutim që i jep temperaturën e lartë. Por nuk do të thotë që kjo nuk është pastaj edhe një infeksion i rrugëve të poshtme të respiracionit, në mushkëri etj. Kështu që duhet bërë shumë kujdes, sepse ne nuk, pa diskutim që ne nuk kemi në bllëzërimin e fëmijës apo në bllëzërimin e adultit dhe nuk e themi në siguri absolute, sepse na ka ndodhur, ka dhe raste përjashtimore, atë që ju e përmendët, që na ka ndodhur që edhe në ditën e parë të temperaturës, ne kur i kemi bërë fëmijës me
pa diskutim me gjykimin tonë në pikpamjen e aftësimit tonë si klinicist, se mjeku pediatër është klinicist dhe duhet jetë klinicist shumë i mirë, që në fazën prodromale, apo që në fazën paraklinike, apo parasimptomatike, para shfaqjes së simptomave, të arrit të kuptoj që për cilën sëmundje, me cilën sëmundje është duke u përballur organizmi i fëmijës. Ne ka ndodhur që në ditën e parë të temperaturës, pasi ne kemi bërë një ekzaminim të thjesht laboratorik, një gjak komplet, një PCR, të ke dalë një shifër shumë e lartë të infeksionit dhe madje të jetë konfirmuar që në elementet e figuruar të gjakut të jetë konfirmuar natyra e këtij infeksioni, e cila ka qenë ajo bakterale dhe goxha e shprehur. Kështu që nuk ka asnjëherë, me siguri absolute nuk flitet asnjëherë. Megjithatë, pa diskutim që ne jemi mjek pediatër edhe duke qenë edhe klinicist, arrim që nëpërmjet doktoresa, ta bëj pyetjen për temperaturën, sepse prindrit i friksojnë shumë faktit që temperatura është mekanizëm mbrojtës në organizëm. Dhe 40 po të shkoj, sepse prindrit kanë diçka frikë. Mendojnë sikur që do të prek zhvillimin motorik. Po pra, sepse është konvulsionet. Po, ju e thatë shumë sakt, janë konvulsionet të cilat ndahen në febrile dhe në afebrile. Po nga ta di prindri që është situata në kontroll dhe nuk ka kaluar. Nuk parashikohet, ajo është një shkarkesë elektrike e trurit, të cilën ne nuk e parashikojmë. Ajo mund të ndodhë, pikërisht të isha duke thënë, ajo mund të ndodhë në një temperaturë e cila është subfebrile, 37, 37.2, 37.5, mund të ndodhë në një temperaturë 40, 39-40, nuk e parashikojmë dot, është një situatë pa parashikueshme. Prandaj ata drejtojnë që në fazat e para ata drejtojnë dhe janë shumë të justifikuar, se dhe unë nesër në rolin e prindit jam shumë e sigur që do bëjnë ndoshta shumë reagime shumë të shprehura se ta, ndaj edhe prindin që ti kuptoj. Po, në rastet ku temperatura zgjat mbase edhe deri në 1 muaj, në çfarë, sigurisht që nuk mund të jetë një përgjigje e vetme, por përgjithsisht me çfarë lloj virusi apo bakteri mund të kemi të bëjmë, me çfarë lloj problematikash ose sëmundjesh mund të kemi të bëjmë kur përsëritet temperatura, pra zgjat deri 1 muaj, 1 muaj gjys. Kjo quhet një gjendje febrile e zgjatur, duhet të bëhen ekzaminime të mëtejshme laboratorike, serologjike, me qëllim që të ulumtohet për të parë që me cilin virus, me cilin bakter, por ndodh ndonjëherë që duke qenë se fëmijët janë antar të ambienteve komunitare, çer dhe kopshte shkolla, pa diskutim që ata janë në një situatë të zgjatur virale, të ekspozimit të zgjatur virale, gjë që do të thotë që prindi e çon fëmijën me temperaturë në shkolla, apo në kopësht, apo në qerdhe, dhe normalisht duke qenë se e çon me temperaturë, ai përmirësohet 2-3 ditë, po organizmi ti është i brishtësuar, përballet edhe me virozat që janë duke kaluar kolegët e tij të kopshtit të shkollës apo të qerdhes, dhe normalisht mund të marrë viroza të tjera. Pra mund të jetë një ekspozim në seri që quhet nga OBSH-ja. Dhe pastaj janë problematikat të tjera që duhen ulumtuar, se janë pastaj problematikat e sëmundjeve hematologjike të gjakut e tjerë, po që mos të përhapim dhe mos të bëjmë se prapim panik komunitar në të zakontën e vet, zakonisht të fëmijët është ky mekanizmi. Doktoresha, po sa i përket ushqyerjes, regjimit ushqimor që duhet kenë fëmijët, cila është më e mira që edhe prindrit duhet bëjnë? Për të rritur imunitetin. Për të rritur imunitetin, duhet të ndryshojnë, duhet të kenë një lloj diete gjatë kësaj periudhe? Është një pyetje shumë e bukur kjo që më drejtoni, pasi prindit në fazën akute të simptomatologjisë apo të problemit të virozës, paraqiten dhe thonë të lutem më jep një vitamin që të më rriti imunitetin e fëmijës. Por duhet të kuptojnë diçka. Vitaminat nuk rrisin imunitetin e fëmijës, sidomos në fazën akute. Ato duhet përdorur jashtë problematikës, me qëllim që të bëjnë ato parandalimin dhe të japin atë efektin e tyre në organizëm. Por ajo që është më e rëndësishmja është ushqyerja e fëmijës. Sidomos te bebet e vogla, ushqyerja fillon pas moshës 6 muaj. Se më vim prindër dhe në moshën 5 mujore, ata japin fëmijës i fillojnë këto elementet e parë ushqyer. Okej, ka mendime të shkollave të ndryshme të cilat e përligjin edhe një strategji të tillë të ushqyerit. Megjithatë, Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon që mirë është që në moshën 6 muaj fiks, fëmia të fillojë të ushqyerin në formën e qullit të frutave, në formën e qullit të perimeve, dhe këto fruta dhe perimet të jenë kryesisht stinore. Jo të jenë të importuara, jo të jenë të importuara nga jashtë, pasi pa diskutim që vlerat ushqyese të këtyre ushqimeve të importuara nga jashtë janë të
janë të mangëta, janë të pakta, janë të cënuara, sepse normalisht ne nuk e dim cilat kanë qenë kushtet as sipas rekomandimeve të autoritetit të ushqimit, janë respektuar etj. Domethënë ne nuk e dim dhe nuk kemi garanci. Plus edhe humbet vlera ushqimore e një produkti nëse ai konsumohet jashtë stinës. Vlerat ushqimore janë shumë të rëndësishme vetëm të produkteve stinore. Thamë që edhe vitaminat do t'i marri, domethënë periodikisht, si funksionon? Jashtë periudhës kur është me grip apo infektuar? Vitamina, proteina, lëndë minerale më të mira, sheqerna më të mira se frutat dhe perimet e stinës, më besoni që nuk ka. Më kupton? Gjithçka tjetër jashtë këtij rekomandimi apo jashtë kësaj këshille, më besoni që është komerç. Nuk dua që të ndalem dhe nuk dua që të naturale dhe nuk ka vazhdon supa me pul të jetë zgjidhje për virozat në çfarëdo lloj moshe? Po, ju rekomandoni. Është e preferuara ime. Është vetëm ja gjë që ti të ka duar. Ashtu. Po që ka vitamina dhe pra diskutim. Në moment, po. Është pula e fshatit, është mirë që me ato si të thuash kushtet e repta të ruajtjes, higjiena, etj. Se tani mos o zot edhe pula ka salmonele dhe pastaj infeksioni salmonelozës është shumë i rrezikshëm tek fëmia, por edhe tek i rriturit. Por rëndësishme është që fëmijët jenë të hidratuar, pra të duhet të jenë të hidratuar, pa diskutim, është shumë e rëndësishme hidracioni. Duhet të jenë edhe ushqimet e lëngshme? Duhet të jenë ushqimet e lëngshme, po duhet të jenë edhe ushqimet të ngurta, se jo detyrimisht duhet të jenë ushqime vetëm të lëngshme, se supa përbën vetëm një vakt, po pastaj janë këto kombinimet e frutave, për shembull brokoli me patate në ëmbël është shumë i rëndësishëm që të apo me karotën janë, domethënë, kombinime të cilat janë të pasura me vitamina, me proteina, me karbohidrate të mira, me yndyrna të mira, të cilat ndihmojnë shumë pa diskutim, jo vetëm që ta kalojnë më lehtë, po edhe ta forcojnë. Po për veshjen, një fëmijë që është me virozë, që ndoshta djersit shumë, a duhet veshur trash, a duhet veshur holl, temperatura e ujit kur i bëjmë dushin, duhet jetë i nxehtë apo i ftohtë, a mund të bëjmë të tilla? Duhet jetë 2 gradë në temperaturën e kondicionerit, po. Nën temperaturë, dhe pak më i ftohtë se sa ambient. Dhe pak më, po. Sepse normalisht në këtë rastin e temperaturës si përmendët ju, se prindrit, domethënë, janë ndonjëherë, duke qenë se janë tepër të kujdesshëm, duhet ta theksojmë këtë, janë tepër të kujdesshëm dhe lexojnë shumë. Dhe duke qenë se lexojnë shumë në internet, ka le të themi një det të informacionit, po jo gjithmonë ky informacion është shumë i saktë. Prandaj mirë është që të pyesin ndonjëherë, po jo gjithmonë, ndonjëherë të pyesin edhe gjyshet, pasi ato na kanë rritur dhe për hir të së vërtetës na kanë bërë kaq të mirë. Kështu që duhet pyetur ndonjëherë edhe gjyshja, është fat i madh nëse është në shtëpi. Sepse normalisht dhe ato i din mirë, se prindit e rinj, sidomos priren që të shikojnë këto tutorials, po këto jo gjithmonë janë me informacione të sakta, pasi kam lexuar dhe kam përmendur për herë të fundit këtu tek studioja juaj një meme në internet, dhe ishte që pse doktorët po tentojnë kohë të fundit të bëhen influencera, sepse influencerat po bëhen doktor, dhe normalisht që kjo është shumë po çfarë është gjëja e dur? Duhet i veshim kur janë në kushte temperature apo viroze? Jo, sa më holl duhet jenë, vetëm me një bluzë, me temperaturën edhe me duhet të kenë kujdes edhe përdorimet e kondicionereve. Pasi aerosolet e kondicionereve janë shumë të dëmshëm sidomos për të viruset respiratore tek fëmijët, pasi thajnë mukozat e undës të fytit, dhe normalisht aty pastaj zhvillohet mundësia për infeksione, për instalim të infeksioneve, sidomos atyre virale, por ndonjëherë komplikohen edhe me bakteriale. Pra duhet të luajnë edhe me gradët e kondicionerit, duhet të luajnë edhe me ajrin e kondicionuar në sensin që nuk duhet ta mbajnë gjatë gjithë kohës, ta ekspozojnë. Mirë është që fëmia të qëndrojë edhe në temperaturën e dhomës, sepse normalisht që forcohet. Nuk duhet bërë edhe një largim drastik i temperaturave nga e ftohta, për shembull në të ngrohta, apo viceversa, se ndonjëherë për shembull ne mbajmë kondicionerin
po sjell një rast në kushtet e verës, në temperaturat e kushtëzuara, ne e mbajmë 22, 23 dhe kur dalim në ambient, kur dalim jashtë në mjedis, temperaturat mund të jenë diku tek 35, më shumë, nuk e di, domethënë, dhe kjo ndodh një përplasje pastaj të temperaturave dhe normalisht mos o zot ndodhin ato që janë goditjet nga dielli që janë tepër të dëmshme. Për shembull, na ka ndodhur dhe raste të tilla kanë ardhur që duhet të bërë kujdes, ndonjëherë që ta ftojmë ambientin ta mbajmë sa më të freskët. Jo, do përshtatet, do bëhet një përshtatje e gradëve të mjedisit me mjedisin e jashtëm dhe mjedisin ta e mbajmë brendshëm. sa mos djersisë. Doktoresha, një fëmijë me virozë smur duhet mbajtur në kushtet e shtëpisë apo duhet nxjerrë dhe jashtë? Se shpesh herë meraku i prindërsh po e mbaj brenda se po doli jashtë mu fto prap, mos mor më keq. Sigurisht që e mira është që kur nuk ka temperatura i të dali jashtë ekspoza, po jo të shkoj në këndelojrash, se më ka ndodhur shpesh që kam parë prindër të cilët kur i kam frekuentuar me familjarët e mi këto ambiente, me nipat e mi, që janë përballur me pacientë e mi të vegjël aty, ndërkohë që një ditë apo 2 ditë më përpara i kam trajtuar, kam komunikuar me nënat e tyre dhe i kam parë dhe i kemi mbajt larg kopshtit mos ta mbajnë, më mirë ta çojnë në kopsht se sa ta çojnë në këndelojrash, se këndilojrave në vetvete kopsht është. Kështu që nuk duhet ta mbajnë larg vetëm nëse nuk ka temperaturë, duhet ta nxjerrin. Ama ajri i pastër i bën mirë. Pikërisht. Ajrosja e shpeshtë e ambienteve, larja e shpeshtë e duarve, distancimet sociale, domethënë janë disa nga masat parandaluese të këtyre për transmetimin dhe prapjen e këtyre virozave. Këto kompresat me uthull që na kanë pas bërë mamat kur kemi qenë të vogla, sa të rekomandueshme dhe sa efikase janë? Për turën të temperaturë. Me uthull, me vezë, Sot janë pa nevojshme në bazë se duhet qenë se. Këshillat e gjyshet dëgjojnë ta doktoresha. Ne rritur edhe mamat që dëgjojnë doktoreshën sot që thot viçni fëmijët holl, nuk e përballojnë dot këtë gjë. Se ne na kanë veshur me 20 bluza, gjupë deri në fyt. Kam një histori. Më ka ndodhur kohë të fundit me çështjen e uthullës. Isha duke bërë vizitat në zyrën time pediatrike edhe më vjen një fëmijë rreth 2-3 vjeç, një topolak i lezetshëm, Zoti ta ruaj, edhe me prindin të alarmuar etj. Edhe e kishin, le të themi, fëmijën veshur me një bluzë që ja kishin lak në uthull të gjithë, dhe ja kishin vesh. Dhe ishte lagur, jo, ishte lagur, e kishin larë në uthull, e kishin shtrydh, ja kishin vesh, por dhe i kishin vesh bluzat dhe. Të nuk po kuptoja realisht, tani nuk dija si të reagoja. Zonja e pa reagimin tim se më ndodhi në një moment desh kalova gjendje lipotimie. Është edhe për të qesh, po është edhe për të ndirë pa keq kjo situatë. Sepse tani, në rregull, e sjell në zyrën e mjekut. Mjeku është intelektual humanist. Dhe edhe jashtë profesionit të mjekut, unë jam një njeri shumë i përullur dhe modest. Se këtu është një dalje televizive dhe del dikush tjetër dhe thot, kjo vajza është duke gënjyer. Po që kjo është e vërteta, për hir të së vërtetës. Po realisht, ka situata në të cilat edhe ne jemi njerëz. Duhet të kesh sa norma njerësore kur paraqitesh pranë zyrës pediatrike apo pranë çdo zyre tjetër mjekësore. Sepse pavarësisht se mjeku nuk shikon fare tek pacienti se misioni kryesor është që të hidhet në luftë për shpëtimin e jetës. Dhe realisht, më besoni që asnjë mjek nuk vëre as si e i lar, as si e i palar, as aromrat, as se tek e fundit nuk duhet. Dhe më besoj që nuk e bëjmë sepse prioritar kemi shëndetin e fëmijës apo shëndetin e të rriturit, përpos gjithë metave njerëzore që më... Po, ishte shumë sepse fëmija ishte në një gjendje që domethënë dhe ai ishte gati duke i rënë të fikt. Po çfarë bën moj mami? Dhe në anën tjetër u odh mami, u odhën familjarët që po kjo ju uli temperaturën, po nuk ja ul uthulla temperaturën. Sot ka mënyra tjera shumë më efikase më thjeshta se sa. Pikërisht. Nuk ja ul uthulla sepse ajo uthulla e bërë në atë mënyrën mund ta aplikosh në mënyrën se si e referoi Krista, që është një mënyrë e pranueshme, po pikërisht. Po nuk mund të marrësh bluzën,
ta njomësh, edhe t'ja veshësh fëmijën, sepse e fton, më kupton, normalisht e përkeqëson ti i bie që bluza tjetë në kontakt me mushkrin, e cila është shumë e vogël e fëmijës. Normalisht është një situatë që duhet pas shumë kujdes, ose për shembull vinë me këto patate që i vendosin tek shputat e këmbëve. Janë disa trajtime popullore që për hir të së vërtetës se edhe nga farmaka dalë nga bimët, normalisht, edhe ato janë tepër të vyera, se në sheku në breza, në mijëvjeçar, njerëzit kanë jetuar e kanë zhvilluar jetën dhe nuk ka qenë teknologjia dhe zhvillimi i industrisë medicinale me të cilën ne jemi në fat sot, do me thonë. Ato pa diskutim që nëpërmjet rrugëve natyrore i kanë kërkuar zgjidhjet e tyre dhe natyra është, falë Zotit, është gjëja më bekuese që ne kemi, po pa diskutim që duke qenë se këto produkte natyrore sot sillen në forma të sofistikuara dhe të procesuara industrialisht, pa diskutim që ne këto do t'i marrim edhe në koherencë me karakteristikat dhe zhvillimet e shoqërisë ku kemi fatin të jetojmë, se duhet të dimë edhe përdorimet për kase. Është një shprehje dhe mua më pëlqen ta përdor shpesh, jo vetëm në profesion, po edhe në jetë personale. Gjëlla me krip, po me krip, po kripa me dozë lezeti. Sepse çdo gjë me dozë lezeti, pa diskutim që është se dhe e mangta, dhe e munguara, edhe e tepruara në organizëm, kanë të njëjtën predispozitë dëmsjelljes. Kemi një varina. Është e mira që të marrim gjithmonë këshillat e mjekut, edhe gjithmonë edhe gjyshet, po me lezet, siç e thua ti. Me lezet, kanë që njerëz. Megjithatë janë shumë të mira, se kam marrëdhënie shumë të mira me gjyshet. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Okej, ikëm reklama dhe vim pas pak me historitë e tjera.